E-kiosqet e vendosura në pjesë të ndryshme në qytet jo gjithmonë janë funksionale dhe në gjendje të rregullt. Qytetarët brapa kamerës thonë se ka raste kur shërbimi nuk punon, i mungojnë fletët për dokument apo dhe ndonjë problem tjetër teknik. Për këto probleme teknike, Dardan Krypa nga komuna e Gjakovës thotë se shumë shpesh ndodh që qytetarët të mos i lexojnë si duhet instruksionet dhe gjatë marrjes së shërbimit bëjnë gabime të cilat pastaj rezultojnë me mos funksionimin e shërbimit. Krypa gjithashtu ka apeluar te shfrytëzuesit e e-kiosqeve që të raportojnë se cilin rast kur vlerësojnë se nuk po arrin të marrin shërbimin. Për shërbimet që ofrojnë të 3 e-kiosqet në qytet, siguruam edhe disa prononcime nga qytetarët. Ata thonë se nga ky shërbim fitojnë edhe kohë, por gjithmonë pretendojnë se duhet të ketë më shumë se 3. Po jo është mirë to e-kiosqet me punu se për çdo rast e ki më afër, edhe nxerr kur dush, e kështu më shkon komunë bëke dush me prit pak. Aty punojnë të ntra ose në katë, tani më sa ne smunësh. E kjo është mjesëar dhe për popull dhe për të gjithë. Ma mjesë se qysh, po ku më mërë me bë ma shpesh, për shembull. Që tu e ofër spitalet e në disa lokale. Janë një lehtësim për banorët, se ka mundësi në çdo kohë dhe ma shpejt me nxjerr dokumentin, pa pritje në radhë. Kujtojmë se në 3 muaj të parë të vitit 2025 nga shërbimi i e-kiosqeve të vendosura në Gjakov janë tërhequr gjithsej 363 certifikata, kështu bëjt të ditur nga zyra e gjendjes civile në Gjakov.